Shqipëria mirëpret sërish për të 5 vit radhës i lojrat olimpike speciale, në të cilat mbështetet aktivizimi sportiv i personave me aftësi të kufizuara. Aktiviteti organizuar në kujdesin e veçantë të Fondacionit Vodafone Albania dhe Presidentit të Republikës Bujar Nishani është pjesë e një lëvizje sportive mbar botërore, e cila synon të integrojë sa më shumë persona të kësaj kategorie në aktivitete sociale sportive. Ju uroj një kampionat të bukur, garë të fortë dhe rekorde. Për mua është kënaqësi e veçantë të ndaj me ju sonde jo vetëm urimin, por njëkohësisht dhe rëndësinë e madhe që ka vëmendja, angazhimi, përkushtimi, ndihma, mbi të gjitha dashuria ndaj jush nga e gjithë shoqëria, institucionet shtetërore, shoqëria civile, njerëzit kudo ku ata janë të angazhuar dhe ndihmën për cilën ta ofrojnë. Flaka olimpike, e cila simbolizon startimin e lojrave, u ndez në serinë e presidencës dhe u përcoll dorë pas dore nga sportistët special pranë Universitetit të Sporteve Tiranë, ku do të qëndrojë ndezur për 4 ditë me radhë deri në mbylljen e lojrave më datë 29 tetor.